Luiz Eli prej muajsh është një nga figurat më të përfolura në Shqipëri, jo vetëm për karrierën e tij muzikore dhe lidhjen e tij me Kiara Titon, por edhe për imazhin që ka krijuar pas daljes nga Big Brother Vibe. Ai është kthyer në një simbol popullor, ku shumë njerëz e shohin si zërin e një brezi që kërkon ndryshim, thjeshtësi dhe afërsi me publikun. Nga një këngëtar që përfaqësoi Shqipërinë në Eurovision, Luiz Eli sot shihet edhe si një figurë me ndikim shoqëror, i aftë të frymëzojë e të grumbullojë mbështetje masive. Pikërisht kjo popularitet i jashtëzakonshëm ka bërë që edhe politika të hedhë syt nga ai. Së fundmi, në disa qarqe politike është përfolur se kryeministri Edi Rama ka shprehur dëshirën që Luiz Eli të bëhet pjesë e qeverisë, madje duke i ofruar atij postin e ministrit të kulturës. Një kërkesë e tillë ka hapur debate të mëdha në publik dhe rrjetet sociale, pasi do të ishte një hap i pazakont. Një artist i dashur nga publiku të kalonte një detyrë kaq të rëndësishme shtetërore. Në njërin anë, ka nga ata që e mbështesin këtë ide, duke thënë se Luizi si një artist me përvoje i lidhur ngushtë me njerëzit, mund të sjellë një frymë të re në kulturën shqiptare. Ai është i dashur për publikun, i kupton sfidat e artistëve dhe mund të përfaqësojë denjësisht zërin e tyre në institucionet shtetërore. Për shumë të rinj, një figurë si Luizi do të amte politikën më të afërt dhe më të kuptueshme. Nga ana tjetër, kritikët mendojnë se një vendim i tillë do të ishte më shumë politik dhe propagandistik sesa i bazuar në aftësitë profesionale për të drejtuar Ministrinë e Kulturës. Ata e shohin këtë si një përpjekje për të përdorur famën e Luizit për qëllime elektorale, duke ngritur pyetjen: a është mjaftueshëm një artist i suksesshëm për të drejtuar një institucion të rëndësishëm shtetëror? Për disa, kjo ide është më shumë një shfaqje se sa një vizion real për kulturën. Gjithsesi, pavarësisht debateve, një gjë mbetet e sigurt: emri i Luiz Elit është bërë tashmë pjesë e diskursit publik edhe në politikë. Nëse kjo kërkesë e Edi Ramës do të kthehet në realitet apo do të mbetet thjesht një ide për diskutim, mbetet për tu parë. Por një gjë është e qartë: Luizi ka arritur diçka që pak artistë shqiptar e kanë arritur, të kthehet nga një këngëtar në një figurë që ndikon në jetën shoqërore dhe politike të vendit.